Një çështje Deshta është me plotëso, apo më ndërlidhesh pak. Patjetër. Më fal se. Patjetër. Këto është opozita ajo e cila nuk do të më leju këto lloj lojna që mundën me ndodhë në moment fundit, që i tha pak më herët avokati. Që mund me na befasu me diçka, se tashmë këto befasi mos që mbaz befasi, se gjithçka po del diçka aty për atë. Kështu që është opozita ajo, po tash të pa na në rolin e opozitës gjatë prej vitit kaluar deri më sot, fatkeqësisht është janë. Nëse thot Kurti po a jap presidentin, a duhet pranoj opozita? Po nëse ja presidentin, ai tha se ja jap presidentin. Ai deri tash nuk ja dha, po na jemi të volë për punën. Po çka nëse në moment fundit ndodh kjo? Tash ti po na kthen në një situatë, nëse ata e marrin sigurisht kanë marrë. Sigurisht e marrin. Ata sigurisht e marrin se krejt diskutimet janë bërë për presidentin, sa qeverinë e ka. Qeverinë ka votu. Edhe kuvendin e ka, do të thonë gjitha institucionet i ka, kështu që veç krejt çështja ka me te presidenti, nëse ja presidentin sigurisht që merren vesh edhe votat i kanë. Me cilën do parti që të bëhet, votat i kanë edhe mundën me zgjedh presidentin, nuk është ndaj vërtelashe kjo puna. Po veç po harrojmë nisan na. Cili është ajo që pa hanojmë? Po harrojmë nisan që Kurti është u bë gati prej 28 dhjetorit u bë gati për zgjedhjet e reja. Po kishte paralajmëruar ai në fakt. Po da. E kishte thënë prej 28 dhjetorit kur i ka fitu zgjedhjet, ajo ja ka nisur u bë gati për zgjedhjet e reja. Fitoi, po u kriju qeveria, u miratu buxheti, u miratun ato marrëveshje ndërkombëtare që bin mjete materiale, financa në vend, edhe i ndajti fondet 200 milion euro i ka janë të ndame që mi fillu me shpërnda për 1 qershorit. E pse bashkë për 1 qershorit? Sa e den që me 7 qershor ma në zedhet edhe kështu që tash fillon me i shpërnda këto pare për me mujt me i ble votat që i ka ble edhe